Live from Tirana në Top Albania Radio. 11:23 vazhdojmë të jemi në studio me gazetaren Osman Safa. Sigurisht Osman jo për çështje intimidimi apo çështje devijimi, se ndodh në media, kur ai që bën emisionin mundohet të devijojë për të mos shkuar aty ku ti ke dëshirë të shkosh. Ne i dim problemet e shëndetësisë, i dim problemet e arsimit të gjitha me radhë. Domthonë ti ke denoncuar, ke me mira ndjekës në Instagramin tënd dhe në median ku punon. Por shkojmë pak më në konkretizim të gjërave. Kam parë një listë me organizator dhe ti je një ndër, Ja. Kështu ka dalë, domethënë madje ishin Çfarë s'dalin? Ishin gjithë gazetarët e Newsit aty, ishe ti, Renaldo. Jo, dhe një herë. Unë nuk e di se realisht më kanë çuar edhe mund disa linqe, por ti nuk jam organizator, nuk jam organizator. Unë kam 5 vite që bëj betejën time për të ndërgjegjësuar njerëzit për problemet që ata hasin kur shkojnë tek urgjenca, tek onkologjik, tek çdo spital. Pra që ata të kuptojnë realitetin, por unë organizator që të thërras në kuptimin ti unë nuk jam. Ti s'merresh fare me këto njerëzit që bëjnë organizimin aty, ti këshillosh, të orientosh. Unë kam folur pra ato çfarë unë kam parë dhe kam denoncuar aty përpara pra qytetarëve, sikundër kam bërë edhe në rrjetet e mia sociale për ta mbështetur një gjë që për mua është më e bukur në 36 vite. Është një frymë e re, një frymë jo politike në kuptimin e thirrur nga partitë tradicionale në Shqipëri, për të cilat protesta thotë se janë shkaku që ne jemi këtu. Pra, ajo që thua ti e flamingove, pra, po ta marrim në dy drejtime, është një protestë e cila ndoshta nuk do kishte ndodhur, po mos kishte ndodhur ai grushti dhe rrëmbimi i një personi i cili ishte duke protestuar për atë që konsideron si e drejta e pronës tij, dhe nga ana tjetër kishte policinë e shtetit. Ai është një shtetas shqiptar, po kishte nuk është bashkuar asnjë ditë protestës në bulevard. Shikoj, ndoshta hallin e tij ka pasur hallin e tokës tij. Është krejt legjitime. Po nuk e ka zgjidhur. Ne nuk po flasim, ora ai mund të kishte hallin për se mendonte se Zvërneci është i tij. Unë po të kapem një element tjetër. Jo, po të kapem një element tjetër. Që një qytetar u godit teksa policia ishte aty dhe u zvarrit për 100 metra. Dhe kjo pastaj njerëzit kuptuan, u mbush kupa, më nuk mban më. Skandaloze ishte. Ore, korrupsioni, gjithë gjërat. Osman, më kupto Ronaldo për diçka shumë të sinqertë. Këtu jetojmë dhe i dim të gjitha. Edhe PS-ja i di. Po nuk mund të dalim kështu që ne i dim të gjitha. Jo më se ti nëse i di të gjitha do duhet të reagosh. Jo, një sekondë tash. Shumë mirë bërtitëm, frustruam, e sham Ramën nga. Nuk ka të bëjë me frustrim dhe shar Ramës. Po jo, frustrim është ai kur ti. Jo, një sekond. Osman, kur ti mua ma bën jetën ferr, unë frustrohem. Kur s'kam shëndetësi këto që thua ti. Është krejt normale të frustrohesh. Ata po kërkojnë dhe po dalin për drejtën e tyre. Jam shumë dakord, pra e nxorrëm dhe këto e sham dhe Ramën nga njerëzit e shtëpisë, të gjitha me radhë, sham gjithë socialistët, o qeveri e keqe. Nuk ka askush gjë me socialistët. Po një sekond për tash. Shumë bukur. Tani, njerëzit duhet të kuptojnë ora kjo protesta për çfarë është, se dje për shembull, shumë njerëz që dalin në protestë, personazhe publik kanë ikur në Zvërnec, Rizarta, Dea Michel dhe po qanin hallin e asaj zone të mbrojtur se sipas tyre mund të prishet. Disa të tjerë thonë dalin për të rrëzuar Ramën, disa të tjerë thonë dalin për të krijuar qeveri teknike. Ora, domethënë kjo ti thua që nuk është protestë flamingosh, në fakt çfarë proteste është? Shiko, apo i mbledh gjithë bashkë? Shiko, a ke ti individë të cilët kanë ndjeshmëri për zonat e mbrojtura? Unë jam i pari që. Po shumë bukur. Ti a prekesh nga shëndetësia? Nga çdo gjë prekem. A prekesh ti nga korrupsioni? Nga të gjitha. Po atëherë ja pra. Janë të gjitha bashkë. Po patjetër që po. Po keni ju një plan? Pra, një plan se si ta kam. Po mirë, pra si do e zgjidhni këtë pra? Ja po ta them. Shiko. A i keni thënë ju njerëzve se si hiqet Rama? Dhe nëse hiqet Rama, kush e qeverisë? Njerëzit e kuptojnë vetë sa kohë janë aty, besojnë se dhe i kërkojnë kryeministrit dorëheqjen. Unë dua të kuptoj, nëse Rama jep dorëheqjen, mua kush më qeveris për vitet e ardhshme? Atëherë, sipas asaj çfarë është deklaruar në protestë, është një kërkesë që dorëheqja e kryeministrit, më tej një qeveri teknike me afat 12 mujor. Po kush e përcakton këtë qeverinë teknike? Atëherë ti, nëse jep një kryeministër dorëheqjen, më pas ti do dialogosh, do diskutosh, do propozosh individin që ti mendon se kush i propozon këtë individ? Protesta propozon individa që mund të heqë. Propozon individin që mund të thotë për shembull Ronaldo, në çfarë kriteri? Ai, pra, në momentin që ti ke një qeveri teknike, pra ti presupozohet se është një individ i barazlarguar nga partitë politike dhe i cili ta çoj vendin në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po kush më garanton mua që ky individi i propozuar nuk është ky më keq se. Po më kë mendon ti për shembull në Shqipëri një shkrimtar, një artist, a nuk e di një individ i cili jeton jashtë që beson se këtë vend shkrimtarët e bëjnë. Jo, dhe një, por nuk është
qeverisës më burr. Pse mos bëj sikur se kupton. Është një individ i cili Ore do menaxhoj shëndetësinë për cilën ti. Po ka njerëz teknik dhe ka njerëz profili teknik që mund ta bëjnë shumë mirë, se nuk do të thotë që ne patëm vetëm Enverin dhe po vdiqen Enveri ky vend mori i fund. Nuk do të thotë që kemi Edi Ramën dhe po iku Edi Rama ne mori i fund. Në këtë kohë se kam parë shumë TikToke që thon Enveri. Po kjo është menduri o burr tani. Cila? Do të thënë të kërkosh Enverin. Në TikTok e kam parë. Është menduri o burr tani janë njerëz smur, çfarë them unë tani? Të kërkosh një diktator që është pasoja e atij sistemi që i friksojnë njerëzit që mos u ngri, e mos se më shkruajnë mua mos u ngri se do të vrasin, do të presin e tjerë, më është psikologjike o burr. Është sindroma e atij që të rrefet, godetet, shtyp dhe ti pastaj mendon se kështu do ndodhi me këdo. Jo më jo. Osman, si do rrezoni Ramën? Unë mendoj se rezistenca dhe qëndresa e atyre njerëzve të cilët pra duan që të ketë në Shqipëri një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri pa korrupsion, pa vjedhje, ku të mos ketë diferenca dhe mos ketë shkëputje të realitetit atyre që qeverisin me ata të cilët jetojnë jetën e përditshme. Pra unë do të kap ty vetëm 3 shtylla dhe jo më shumë. Korrupsioni në Shqipëri, shëndetësia dhe arsimi. Janë 3 bazat e një vendi. Nëse ti vjedh lekët e shqiptarëve, pra ndërton kopshtinetën ti kryeministri. Ndërton kopshtinetën 4.3 milionë euro. Gratë të cilat vojnë nga kanceri ginekologjik në QSUT nuk trajtohen sot më. Ti ndërton kopshtinetën dhe nuk ke peckani. Po në konkretizim. Po konkretizim pra po them unë. Populizëm ato, po nuk është tani fal, ti ke qenë tek spitali onkologjik. Unë gjitha spitalet kam qenë, po. A ke trajtuar familjarët e tua? Ty apo ke ikur në privat? Nuk dua ta kthej në personale. Po jo pra sepse ti thua tani, jo ti thua patetizëm. Po si mund të shkojë një nën aty në spitalin onkologjik të jetë pa nuk trajton dot kancerin ti thua patetizëm? Jo, sa tash patetizëm. Tash populizëm. Populizëm. Pra ti një nën të shkojnë në spitalin onkologjik dhe ti thua është populizëm sa ai nuk trajtohet dot. Osman, i ke thënë këto, i ke thënë në News 24, i ke thënë ti Grida në darkë. Jo, dhe njëherë, unë do i them këto se ky është misioni im se njerëzit duhet ta kuptojnë. Ore, po ne mund të themi gjithë ditën që kjo s'bën, po si është zgjidhja? Po zgjidhja është që njerëzit të protestojnë, të qëndrojnë atje në shesh, për mua pa dhun. Ti e kupton që ato po thonë ne do krijojmë kuvendin këtu, të krijojmë një shtet paralel? Po çfarë është kjo? Po praktikisht nuk është shtet paralel, po tani një kuvend aty. Jo, nuk ka gjëra të tilla. Janë fake news. Tani pra, nëse ty të thonë që do krijojmë një organizim si një parti politike nëse bëhet. Unë nuk e di se çfarë është. Nëse i vën emrin kuvend kombëtar nuk do të thotë shtet, se nuk janë çmend akoma njerëzit që të krijojnë struktura paralele që të fusin vendin luftë civile. Po i janë fake news. Unë mendoj se njerëzit, fuqia e këtij populli, pra nuk është tek dhuna, unë mendoj, është mendimi im, mund të jemi gabuar, nuk e di. Unë mendoj se fuqia e njerëzve, shqiptarëve, qytetarëve, nënave me fëmijë që dalin me karroca aty, gjyshërve tanë, kujdo tjetri, është sheshi. Sikundër ndodhin në Bullgari. Letën 2 muaj atje në protestë derisa qeveria dha dorëheqjen. A është bërë pa komerciale kjo protest? Fare për mua. Fare? Zero. Po di ndodhi një propozim aty. Po më tani tek e di kujt, ore aty do të servet diçka se më hapet të temën. Shiko. Kemi politikan, pra edhe kjo qeveri të cilës në fillimet e veta janë nxjerr fotografi me kriminal. Foto. Dhe këta thonë që po pse mo ne do e dim se kush vjen na kërkon dikush foto dhe krejt legjitime, pra në moment të parë të duket krejt normale, edhe pse koha ka treguar se janë bashkëpunim me krimin organizuar. Krimi organizuar prodhon deputet në Shqipëri. Por nga ana tjetër ti thua krejt normale mos e edhe mua edhe ty mund të vinë njerëz në rrugë të bëjmë foto, ti nuk e ke detyrimin njep atë certifikatën e penalitetit dhe të kuptoj me kush je, nuk e bën dot. Tani të dalin ty individ që mund të jenë të smur nga mendja. Pse don dikush që propozon aty është smur? Jo, dhe njerëve kanë për diçka tjetër. Pra, të smur nga mendja që përfaqësojnë një ekstremitet saktuar. Ka njerëz të smur nga mendja? Po mimo të mori kryeministri një zonjë atje që tha se kjo është e Iranit etj etj. Atë në Kosovë e përdorin për klikime, tallen me të. Sikundër të marrim Nezexhinen në Shqipëri, që pra mediat në Shqipëri e përdorin për të tallur, ta çojmë në një protestë në Kosovë, fuqia e saj në Kosovë është zero, fuqia e saj gruas që erdhi nga Kosova në Shqipëri është zero. Si që ka ajo një grua që pas ka ardhur në Shqipëri, pra këto janë tentativa që ti njerëzit thonë ore spitalet pa ilaçe, këta thonë Irani. Njerëzit janë në hall, se ka njerëz në këtë vend që duan Ramën. Po, dhe propozimi ai e mendoi aty, donte ta mbante mend, nuk e di domethënë, nuk e di pse. Po mund të kapesh me këto kur hallet janë mëdha nga ana tjetër? Po. Si komerciale, aty ka menduar individi për ta bërë. Ora hallet e spitaleve si do i zgjidhim? Osman ti më shkon se është ora 11:30 paradite, mos e bëj kaq. Po, do të isha në spital tani. Mos e bëj kaq dark. Po dark është.
Beti Mane ka thënë në këtë studio se si mundet një gazetar dhe të raportoj dhe të protestoj. Po mundet. Më lejohet kjo në gazetari? Atëherë, unë si Osman Stafa kam zgjedhur që të denoncoj për vite të tëra ato çfarë unë kam menduar. Po ti në protestë pra, se ju ti ndonjëherë të ta them. Edhe në raportim pastaj unë jam aq gazetar me dinjitet dhe respektim të profesionit tim, saqë kur raportoj nuk përfshi ato çfarë ndoshta unë besoj, por raportoj korrekt. Shikoj raportimet e mia aty ke. Po si mundet një gazetar që del raporton me logo? Po sepse unë kam angazhim qytetar. Unë jam dhe një qytetar i angazhuar e këtij vendi, jam dhe një aktivist i cili mbledh tapa sepse duhet se ky shtet nuk i ndihmon njerëzit për të vendosur proteza, do mbledh tapa në gjithë Shqipërinë që të shesim dhe me lekët që marrim të blejmë proteza për ata të cilët nuk ecin, nuk janë të gjymtuar. Pra unë bëj dhe këtë, jam aktivist. Jam edhe një njerëz në fund vit bashkë me grupin tim çojmë dhurata për fëmijët e haruar zonave rurale. Edhe aktivist, edhe gazetar, dhe del në të gjithë oraret thua Ramanburg. Unë nuk them as Ramanburg as Berishamburg, sepse nuk jam. Unë jam një gazetar i cili dal aty dhe them, qytetarët nderuar, kjo është situata në spitale, kjo është situata e korrupsionit. Ti vet, nëse do të kishe mundësi të jepje një zgjidhje kësaj situate, çfarë do doje? Të takoje Ramën të thush o plak, hajde ne zgjidhë halle, ti je Rama, të krijosh një qeveri e re, pra ti vet çfarë mendon se është zgjidhja më e mirë? Unë mendoj se kryeministri Rama ka pasur mundësitë e tij të 4 mandate për qeverisur këtë vend dhe për t'i bërë gjëra të mirë. Ka pasur kohën e mjaftueshme. Unë mendoj se Sali Berisha e ka dhënë çfarë ka pasur për të dhënë për këtë vend dhe situata që njerëzit nuk kanë besim tek opozita është dhe si pasojë e situatës në Partinë Demokratike. Pra kjo është e vërteta. Dhe prandaj këta njerëz pra dalin dhe nuk janë të kënaqur nga asnjë parti politike. Sepse duan një shpresë të re. Sepse kur kisha lindur në 92, tu kanë gjetur pra të shpresë të re. Po për shpresë të re sepse duan njerëz që t'i dalin dhe t'i përfaqësojnë. Po kush janë këto? Po mirë, do dalim, nuk e dim. Ku? Do të zbresin nga qielli. Ku e di unë? Pra, janë individ që ndoshta koha i prodhon. Janë individ që njerëzit duan të kenë besim tek ta. Pra që të çojmë përpara, mos e nuk do të thotë që Shqipëria në 36 vite ose 33 vjet sa jam unë, të qeveriset vetëm nga 2 njerëz. S'është normale. Ti nuk beson që kjo protestë ka njerëz që marrin lek? Marrin para? Janë ngritur disa akuza. Po si mund të marrësh, nuk e di domethënë kush mund të paguajë. Na thuaj të marrim dhe ne, ku e di unë çfarë them ty tani. Po si mund të marrësh? Po tani Po si mund të marrësh para? Po se di pra tash. Unë nuk e di. Unë në jetën time sigur 1 cent ke marr, unë si Osman Stafa, nga kushdo, për shëndetësinë, për kauzat e mia etj, unë e kam thënë, ma dhën Zoti ku më dhën më shumë. Unë jam njerëz që besoj në Zot. Besoj në Zot. Dhe po them 1 cent ke marr. Edhe po të kesh marrë se ka njerëz që kanë marrë dhe s'e kanë gjetur gjë për atë. Nuk marr kurrën në kurrës. Nuk më eksiton leku mua. Kam problem këtë. Çfarë të eksiton, Osman? Më eksiton që të ketë në këtë vend të ketë drejtësi, të ketë mundësi të barabarta dhe që nënat me fëmijët e tim mos marrin 15000 lekë në fund të muajit, sepse aq para u jep ky shtet të vjetra, jo të reja. E di. 15000 lekë. Edhe të trajtohen siç duhet. Kosova jep 100 euro. E Shqipëria jep 15000 lekë. Që të blendot 1 kilogram djath. Qartë. Pak reklama edhe rikthehemi shumë shpejt në program. E kemi të kalu pak limitin, por ka gjëra të rëndësishme për diskutuar. Rikthehemi shpejt në program.